Podcasti Udhëheqësi Dëshmor, pjesa e 2. A mundet një udhëheqës politik të shndërrohet përtej kufive të një vendi, në simbol të një diskursi dhe të një mënyre jetese? Në këtë episod, ndjekim rrëfimin e jetës dhe mendimit të Ayatollah Seyed Ali Khameneit nga vitet e rinisë dhe të angazhimit revolucionar deri në periudhën e udhëheqjes së tij dhe ndikimin në zhvillimet e Iranit dhe të botës. Një rrëfim mbi ndërthurjen e besimit, përgjegjësisë shoqërore dhe politikës, i formuar në sfondin e ngjarjeve më të rëndësishme të historisë bashkëkohore dhe që, sipas këtij rrëfimi, është shndërruar në një nga rrymat më të debatueshme dhe më me ndikim të mendimit politik të kohës sonë. Në historinë e kombeve, her pas here shfaqen personalitete, njëja e të cilëve nuk kufizohet vetëm te jeta e një individi, por shërben si një mënyrë për të kuptuar një pjesë të historisë, mendimit dhe zhvillimeve të një epoke. Janë figura, rrugëtimi i të cilave lidhet ngushtë me ngjarje të mëdha politike dhe shoqërore, ndërsa emrat e tyre mbeten të gdhendur pranë zhvillimeve më të rëndësishme të kohës. Për të njohur figura të tilla, nuk mjafton të mbështetemi vetëm te titujt e lajmeve apo rrëfimet e shkurtra. Duhet të kthehemi te vitet e formimit të personalitetit të tyre, te idetë që i ndërtuan dhe te rrugat që përshkuan. Ndër figurat më me ndikim të kohës sonë, Ayatollah Seyed Ali Khamenei është një prej personaliteteve, jeta e të cilit është lidhur me shumë prej ngjarjeve vendimtare të historisë bashkëkohore të Iranit dhe rajonit, që nga vitet e luftës revolucionare dhe revolucionit islamik të Iranit te periudha e luftës së imponuar, rindërtimi i vendit dhe zhvillimet e rëndësishme që gjatë dekadave të fundit kanë ndikuar në ekuilibrat rajonal dhe botëror. Por përtej gjithë këtyre ngjarjeve, lind një pyetje thelbësore. Si arriti një student i ri i shkollës fetare nga rrugicat e Mashhadit të bëhej një nga personalitetet më të njohura dhe më me ndikim të botës bashkëkohore? Në këtë episod do të ndjekim një pjesë të këtij rrëfimi, historinë e formimit të një mendimi, lindjen e një diskursi dhe një rrugëtim që nisi në rinin e tij dhe u shndërrua në një nga përvojat më të qëndrueshme politike dhe intelektuale të kohës sonë. Qëndroni me ne, ndërsa hapim një kapitull tjetër të kësaj historie. Shekulli i 20 ishte, për shumë kombe, një epokë në të cilën politika identifikohej kryesisht me rivalitetin mes fuqive të mëdha. Bota ishte ndarë mes dy rrëfimeve kryesore, nga njëra anë regjimet komuniste, që e përcaktonin politikën mbi bazën e ideologjive materialiste, dhe nga ana tjetër sistemet liberal-demokratike, që e shpjegonin rendin politik në kuadrin e ekonomisë dhe individualizmit. Shumë besonin se ardhmja e botës do të kufizojë domosdoshmërisht në njërin prej këtyre dy rrugëve. Megjithatë, në të njëjtën kohë, në një cep tjetër të botës, po shfaqeshin ngadalë shenjat e një përvoje të ndryshme, një përvoje që synonte të mos e kufizonte politikën vetëm te raportet e pushtetit. Në Iran, paralelisht me formimin e lëvizjes së revolucionit islamik, nisi të flitej për një mënyrë tjetër të kuptuarit të politikës, një qasje që përpiqej të krijonte një lidhje të re midis besimit dhe përgjegjësisë shoqërore, midis spiritualitetit dhe administrimit të shoqërisë. Për shumë vëzhgues, ky ishte fillimi i asaj që më vonë u quajt politika hyjnore. Pikërisht në këtë atmosferë plot ndryshime mori një drejtim të ri edhe jeta dhe rrugëtimi intelektual i Ayatollah Seyed Ali Khamenei. Vitet e rinisë së tij përkonin me një periudhë kur mendimet revolucionare dhe shqetësimet fetare po përhapeshin gjithnjë e më shumë mes brezit të ri të klerikëve. Sipas rrëfimeve, një nga momentet më të paharrueshme të kësaj rruge ishte takimi i tij me dëshmorin Seyed Mojtaba Nawab Safavi, një revolucionar i përkushtuar ndaj idealeve të revolucionit islamik. Takimi ndodhi në mjedisin e thjeshtë të një medreseje, por në mendjen e një të riu kërkues ngjalli pyetje të reja mbi përgjegjësinë e fesë ndaj shoqërisë. Që prej asaj kohe, për Ayatollah Seyed Ali Khamenei, studimi dhe mësimdhënia e shkencave fetare filluan të lidhen gjithnjë e më shumë me shqetësimet shoqërore dhe politike. Me fillimin e lëvizjes së Imam Khomeinit në vitet 1960, kjo lidhje u thellua edhe më tej. Përveç veprimtarisë shkencore, ai përpiqej, përmes ligjëratave, mësimeve të komentimit të Kuranit dhe bisedave me të rinjt, t'i afronte konceptet fetare me jetën e përditshme të njerëzve.
Sikur feja të mos ishte vetëm një grup mësimesh individuale, por një forcë që mund të zgjonte edhe ndërgjegjen shoqërore. Vitet para revolucionit nuk ishin të qeta dhe as pa kosto. Arrestimet, presionet politike dhe kufizimet ishin pjesë e përvojës së asaj kohe. Megjithatë, edhe dokumentet historike që kanë mbetur nga ato vite dëshmojnë vazhdimsinë e kësaj rruge. Për Ajetollah Sejed Ali Khamenei, kjo nuk ishte thjesht një veprimtari politike, por një mënyrë jetese, ku besimi, përgjegjësia shoqërore dhe qëndrueshmëria merrnin kuptim së bashku. Dhe ndoshta pikërisht këtu fillon një histori edhe më e madhe, historia e formimit të një modeli të jetës politike dhe shoqërore që, në vitet pas revolucionit, tërhoqi vëmendjen e shumë vëzhguesve në mbar botën. Viti 1989 ishte një vit vendimtar për revolucionin islamik të Iranit. Pas ndarjes nga jeta të Imam Khomeinit, themeluesit të revolucionit islamik, shumë kush në botë pyeste se çfarë do të ndodhte me këtë përvojë të veçantë politike, e cila kishte synuar të krijonte një lidhje mes besimit, spiritualitetit dhe administrimit të shoqërisë në një botë të ndarë në dy bloqe. Periudha e udhëheqjes së Imam Khomeinit, ndonse e mbushur me zhvillime të thella, nëpër masat e historisë nuk ishte shumë e gjallë. Revolucioni sapo kishte triumfuar, strukturat e reja ishin ende në formim dhe shumë prej koncepteve mbi të cilat mbështetej kjo lëvizje vazhdonin të zhvilloheshin dhe të shpjegoheshin. Ishte e natyrshme që vazhdimi i kësaj rruge të kërkonte një personalitet që jo vetëm ta kishte njohur nga afër këtë shkollë mendimi, por të kishte edhe përvojën e pranisë në fushat e ndryshme të revolucionit. Në këtë kontekst, përgjegjësia e udhëheqjes së revolucionit islamik iu besua Ajetollah Sejed Ali Khamenei, një personalitet që për vite me radhë kishte qenë pranë Imam Khomeinit dhe njihte nga afër idetë dhe synimet e kësaj lëvizjeje. Shumë prej bashkëpunëtorëve të revolucionit e njihnin atë si një nga nxënësit më të afërt dhe më të shuar të Imamit. Një njeri që kishte marrë pjesë në luftën revolucionare shumë përpara fitores së revolucionit dhe që më pas kishte fituar përvojë në përgjegjësi të ndryshme politike dhe kulturore. Me fillimin e kësaj etape të re, Ajetollah Sejed Ali Khamenei u përball me një mision të rëndësishëm, ruajtjen dhe vazhdimin e rrugës së nisur nga revolucioni islamik, si edhe shpjegimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të mësimeve mbi të cilat ishte ndërtuar kjo lëvizje. Që nga ky moment nis një kapitull i ri i këtij rrëfimi. Një kapitull në të cilin u bë përpjekje që idetë dhe parimet e paraqitura në vitet e para të revolucionit të merrnin një formë më të qartë dhe të pasqyroheshin gradualisht në fusha të ndryshme shoqërore, kulturore dhe ndërkombëtare. Dhe pikërisht kjo është rruga, disa nga shfaqjet më të rëndësishme të së cilës do t'i trajtojmë në vazhdim. Podcasti Udhëheqësi Dëshmor, episodi 2. Me kalimin e kohës nga fillimi i udhëheqjes së Ajetollah Sejed Ali Khameneit, veprimtaria e tij nuk mbeti e kufizuar vetëm në administrimin e çështjeve të brendshme të Iranit, por gradualisht ushtri edhe në arenën ndërkombëtare. Në shumë prej fjalimeve dhe takimeve zyrtare, ai u përpoq të paraqiste pikpamjet e Republikës Islamike mbi rendin botëror, drejtësinë dhe marrëdhëniet ndërmjet kombeve. Një nga mundësitë më të rëndësishme për këtë ishte samiti i krerëve të lëvizjes së të paangazhuarve, një forum ku marrin pjesë dhjetëra vende nga Azia, Afrika dhe Amerika Latine, të cilat synojnë të mbajnë një qëndrim të pavarur përballë bloqeve të fuqisë në botë. Në këto samite, Ajetollah Sejed Ali Khamenei foli për tema si pavarësia e kombeve, roli i mediave në formësimin e opinionit publik dhe domosdoshmëria që shoqëritë të jenë të ndërgjegjshme për zhvillimet botërore. Në këto fjalime ai theksoi vazhdimisht se, për të kuptuar realitetet e botës, popujt nuk duhet të mbështeten vetëm te rrëfimet zyrtare të fuqive të mëdha apo te mediat dominuese, por duhet t'i shohin zhvillimet ndërkombëtare me një qasje kritike dhe të vetëdijshme. Sipas këndvështrimit të tij, ndërgjegjësimi dhe vetëdia e publikut mund të luajnë një rol të rëndësishëm në formësimin e së ardhmes politike dhe shoqërore të kombeve. Krahas këtyre fjalimeve, ai publikoi edhe mesazhe e letra drejtuar publikut jashtë Iranit, ndërto ishte edhe letra e shkruar disa vite më parë për të rinjtë e Evropës dhe Amerikës së Veriut, ku paraqiti pikpamjen mbi Islamin, mediat dhe rëndësinë e njohjes së drejtpërdrejtë të kulturave.
Ky tërsi fjalimesh dhe mesazhesh mund të shihet si pjesë e përpjekjeve për të paraqitur pikpamjet intelektuale dhe politike të revolucionit islamik në arenën ndërkombëtare, një përpjekje që vazhdoi ndër vite përmes samiteve ndërkombëtare, mesazheve dhe dialogëve kulturor. Në vitet pas konsolidimit të udhëheqjes së Ajatollah Sejed Ali Khameneit, të flitej për botën nuk nënkuptonte më vetëm shpjegimin e situatës së Iranit. Gradualisht ushtrua edhe një pyetje më e madhe. Drejt cilit drejtim po lëviz rendi botëror? Në këtë kuadër, vizioni i udhëheqësit të Iranit u përqendrua vazhdimisht në disa shtylla kryesore. Së pari, dobësimi i fuqisë dhe ndikimit të Shteteve të Bashkuara në marrëdhëniet ndërkombëtare. Së dyti, zhvendosja graduale e qendrës së gravitetit të pushtetit drejt Azisë. Dhe së treti, përhapja e diskursit të rezistencës përballë një rendi politik që, sipas bindjeve islame, ishte ndërtuar mbi dominimin dhe pabarazim. Këto tri tema u pasqyruan gradualisht në fjalimet, mesazhet dhe takimet e tij zyrtare, duke bërë që një pjesë e mediave dhe analistëve rajonal t'i shqyrtonin ato jo thjesht si qëndrime të politikës së brendshme, por si shprehje të një vizioni më të gjerë mbi të ardhmen e botës. Në disa analiza, përfshirë ato të pasqyruara në media si Al-Mayadin, u hodh ideja se Ajatollah Sejed Ali Khamenei shihte zhvillimet botërore si pjesë të një kalimi historik, në të cilin modeli një polar i pas luftës së ftohtë po zbehej dhe aktor të rinj në Azi po fitonin një rol më të madh. Në këtë interpretim, Irani paraqitej jo vetëm si një vend i përfshirë në zhvillimet rajonale, por edhe si një nga zërat me ndikim në përcaktimin e kësaj faze të re të politikës botërore. Nga i njëjti këndvështrim, koncepti i rezistencës nuk ishte vetëm një term politik, por u shndërrua në një gjuhë mendimi dhe identiteti, një gjuhë që u kërkonte kombeve të shihnin me më shumë kujdes dhe skepticizëm narrativat mediatike, fuqitë e mëdha dhe mekanizmat e dominimit. Kjo qasje u pasqyrua vazhdimisht në mediat rajonale dhe bëri që fjalimet e tij në samitet ndërkombëtare të trajtoheshin si pjesë e debatit më të gjerë mbi të ardhmen e rendit botëror. Për këtë arsye, kur flitet për ndikimin e udhëheqjes së Ajatollah Sejed Ali Khameneit në botë, nuk nënkuptohet vetëm një ndikim i drejtpërdrejt politik, por edhe ndikimi në formësimin e një diskursi mbi pavarësinë, drejtësinë, kritikën ndaj dominimit dhe mundësinë e qëndresës përballë rendeve dominuese. Pikërisht ky diskurs u bë më vonë objekt diskutimi në media, në qarqet analitike dhe madje edhe në disa lëvizje politike jashtë Iranit, si një nga zërat e rëndësishëm të botës bashkëkohore. Në vitet e fundit të kësaj periudhe, rajoni hyri sërish në një fazë të tensionuar, të cilën disa analistë e përshkruan si një nga periudhat më të ndjeshme të sigurisë në dekadat e fundit. Sipas këtij rrëfimi, qeveritë që konsideroheshin shtypse me në krye Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, nisën në muajin qershor 2025 një përballje të shkurtër, por intensive, me synimin për ta shkatëruar këtë mënyrë të menduari. Ata besonin se struktura politike e Iranit nuk do t'i rezistonte presionit të gjerë ushtarak dhe se do të shembej brenda një kohe të shkurtër. Por, sipas mediave iraniane dhe një pjesë të analistëve rajonal, ajo që ndodhi ishte ndryshe. Aparati mbrojtës i Iranit reagoi dhe shoqëria hyri në një gjendje mobilizimi psikologjik dhe shoqëror. Në këto rrethana, çështja kryesore nuk ishte vetëm fuqia ushtarake, por edhe kohezioni dhe qendra e vendimmarrjes, ndërsa, sipas këtij rrëfimi, prania fizike e Ajatollah Sejed Ali Khameneit përbënte pikërisht këtë qendër. Prandaj, disa muaj më vonë, në fund të dimrit të vitit 1404, 28 shkurt 2026, me sulmin që çoi në martirizimin e udhëheqësit të Iranit, nisi një etapë e re, një provë e re për popullin e Iranit dhe për botën. Në javët e para pas asaj ngjarjeje, në Iran u pa një prani e pazakontë shoqërore. Rrugët u mbushën me njerëz të prirjeve të ndryshme, të cilët diskutonin për të ardhmen e vendit. Disa e interpretuan këtë si një shenjë të përvetësimit të diskursit zyrtar të Ajatollah Sejed Ali Khameneit nga një pjesë e shoqërisë, pra se udhëheqja nuk mishërohej vetëm te një individ, por ishte shndërruar në një rrjet besimesh dhe strukturash. Sipas këtij rrëfimi, populli, edhe në një periudhë pa një udhëheqës të ri, qëndroi përballë atyre që i konsideronte sundues të padrejtësisë dhe e përballoi me sukses këtë sprovë. Edhe jashtë kufive të Iranit pati reagime.
Në disa vende, si Pakistani, India, Iraku dhe madje në qytetet e Evropës, Shteteve të Bashkuara, veçanërisht në Spanjë, u organizuan tubime në mbështetje të Iranit ose kundër ndërhyrjes së huaj. Këto reagime, sipas këtij rrëfimi, nuk ishin vetëm politike, por pasqyronin ndarje më të thella në mënyrën se si njerëzit e shohin rendin ndërkombëtar. Ndarjen mes atyre që kritikojnë ndërhyrjen e fuqive të mëdha dhe atyre që e konsiderojnë atë pjesë të realitetit të politikës botërore. Sipas këtij interpretimi, kjo ishte pikërisht ndarja që ishte krijuar nga politika dhe udhëheqja e këtyre viteve. Në fund, rrëfimi lë përpara dëgjuesve në mbar botën një pyetje të thjeshtë, por të thellë. A ndikon një udhëheqës vetëm gjatë jetës së tij, apo mund të lërë pas një ndikim që vazhdon edhe shumë vite më pas, përmes edukimit të një mendimi dhe një diskursi? Përgjigjja ndaj kësaj pyetjeje është ajo që shumë e quajnë trashëgimia e udhëheqjes, një trashëgimi që nuk merr kuptim vetëm në fjalime, por në sjelljen dhe zgjedhjet e njerëzve që vazhdojnë atë rrugë. Sipas këtij rrëfimi, kjo shihet edhe në Iranin e këtyre ditëve, ku njerëzit janë mbledhur për më shumë se 100 net në sheshe, duke brohoritur idealet e udhëheqësit dëshmor të revolucionit. Të dashur miq, rrëfimi që dëgjuam së bashku shkon përtej faqeve të historisë. Në të vërtetë, çdo rrëfim që të mbetet i gjallë ka nevojë për një vesh që dëgjon dhe një mendje që analizon. Prania juaj në këtë podcast nuk është thjesht një dëgjim pasiv, ju jeni bartësit e kuptimit që kërkuam të zbulojmë në këtë episod. Nëse këto fjalë kanë arritur të krijojnë në mendjen tuaj një pamje të re mbi marrëdhënien midis besimit dhe politikës, ndajeni këtë pamje edhe me të tjerët. Në faqen Iran Radio, IR dhe në rrjetet tona sociale, presim të mësojmë se si ju e kuptoni këtë model jetese. Fjalët tuaja janë kapitujt e pashkruar të këtij podcasti. Por ende mbetet një pyetje e madhe. Ata që janë vetë pjesë e shahut të ndërlikuar të politikës botërore, si e shohin këtë personalitet? Në episodin e ardhshëm do të dalim përtej kufive të Iranit dhe përtej këndvështrimeve të afërta. Do të zbulojmë se çfarë portreti të Ayatollah Seyed Ali Khameneit është krijuar në sallat e diplomacisë dhe në qendrat strategjike të fuqive të mëdha. Në episodin e ardhshëm do të dëgjojmë rrëfimin e kundërshtarëve dhe aleatëve politik në arenën ndërkombëtare, aty ku, sipas këtij rrëfimi, edhe kundërshtarët nuk mundën të mos shprehin vlerësim. Qëndroni me ne që në episodin e ardhshëm ta plotësojmë këtë portret përmes këndvështrimit të disa prej politikanëve më të rëndësishëm të botës. Deri atëherë, me një mendje kërkuese dhe një vështrim të drejtuar nga horizonti.